Kështu që tani në pjesën e fundit, ju përmenda edhe në fillim që do të kemi këngëtarin, artistin, ai i cili kohëve të fundit ka qenë mjaft aktiv, ka performuar në mbrëmjet ndryshme, është Lundrim Paçuku, ai të cilin ndoshta shumica nga ju, nëse nuk e dini, ka qenë edhe pjesëmarrës i The Voice of Albania, është finalist i kësaj gare, ka qenë shumë i pëlqyer nga juria për vokalin e tij të jashtëzakonshëm, po ashtu ka qenë i preferuar edhe i publiku. Kështu që për herë të parë ndoshta do të flasim shkurtimisht edhe për këtë pjesë. Mirë se vjen Lundrim, e di që je pak i sëmur, kështu që falenderojmë shumë që ndave kohë dhe krahas kësaj ti je pjesë e kësaj bisede në kuadër të Grand Prix edicionit 3. Përshëndetje, Mr. J. Mirë se na vjen. Dua të di, ndjesh më mirë tani për momentin, je mirë? Jam shumë mirë. Na vjen mirë. Atëherë Lundrim, e përmenda që kjo periudhë e pandemisë sikur ka po ka pezulluar shumë nga projektet tuaja të rëndësishme, shumë mbrëmje janë anuluar, shumë nga dasmat janë anuluar, e kështu me radhë dua të di ti si e ke përjetuar, si ka qenë përjetimi yt deri tani në këtë luftë që po e bëjmë me pandeminë. Të them të drejtën, kjo është një luftë që po e bën e gjithë bota dhe nuk është se e bëjmë vetëm ne, megjithatë ka ndikuar, sigurisht që ka ndikuar, kemi qenë pothuajse pa punë fare. Megjithatë shëndetim mbi të gjitha dhe ajo që ka më shumë vlerë dhe rëndësi është të jemi mirë, të kalojmë sa më shpejt kjo situatë dhe t'i kthehemi normalitetin, që t'i kthehemi dasmave punës në lokale dhe ai që e bëjmë. Po. E përmendëm edhe me Shpendin, ai tha që këtë periudhë po punoni diçka, mund të na zbulosh ti si vokalist, ka diçka që po vjen nga ana yte, ke qenë produktiv këtë periudhë, si e ke shfrytzuar kohën në aspektin profesional? Në fakt po punojmë për diçka të mirë shumë, e cila do vi pak më vonë. Po punojmë për kemi në fakt 2 projekte, por njëri do jetë shumë shpejt. Besoj pas verën brenda shtatorit apo tetorit. Jemi duke punuar, kështu që nuk mund të nxjerrim më shumë se kaq. Po. Ke qenë pjesë e edicioneve të kaluara të Grand Prix, duke shpesuar shumë që t'jeni sërish edhe këtë vit në finalen e madhe. Dua të di, të ndalemi pak edhe të kthejmë pak disa vite më herët në pjesëmarrjen tënde, ke qenë finalist në The Voice of Albania. Sa të ka shërbyer kjo eksperiencë atje, çfarë mund të ndash ndoshta me gjithë shikuesit e Grand Prix? Ka qenë një trampolinë e jashtëzakonshme për karrierën time, sigurisht ka qenë fillimi, unë kam qenë pothuajse totalisht amator, kur kam qenë pjesë e The Voice dhe nuk e kisha parashikuar fare që do arrija deri në finale, do isha i vetmi mashkull ka qenë edhe The Voice 1, The Voice of Albania 1, kështu që ka qenë edhe pjesëmarrja jashtëzakonshme. Ka qenë një sukses shumë i madh. Ka qenë konkurrencë fuqishme shumë, megjithatë unë ja dola të isha finalist, si gjithmonë fitoj më e mira dhe kjo më ndihmoi shumë që të rritesha pas The Voice of Albania. Unë kam kaluar një pjesë, kam bërë dhe një karrierë të shkurtër edhe brenda Tiranës, duke marrë pjesë në lokalet e muzikës live. Pastaj jam kthyer në qytetin tim ku bëra pjesë e grupit Ekstra, i cili është një ndër grupet të muzikës popullore shqiptare më të mirë në trojë shqiptare, dhe kështu që ndjem krenar që jam pjesë e grupit Ekstra dhe do vazhdoj të jem për sa kohë ata do performojnë në skenë. Ashtu. Po ashtu ke marrë pjesë edhe në festivalin Top Fest. Dua të di, mund të presim ndoshta në vitet e ardhshme që t'jesh si solo këngëtar në ndonjë nga festivalet shqiptare, të cilat nuk është se janë të shumta, por janë disa prej tyre. Ke plane të tilla ose mendon që t'jesh pjesë e grupit Ekstra? Cilat janë planet e tua? Festivalet, të them të drejtën, nuk është se i kam preferuar shumë, edhe Top Festi më kam qenë në periudhën pas The Voice of Albania, kam qenë në Top Fest, megjithatë nuk është se i preferoj shumë, sepse pothuajse shumica e tyre janë të kërkoj falje, kërkoj ndjesë që po e them, por janë të parashikuara dhe dihet edhe fituesi edhe humbsi, kështu që unë nuk është se i preferoj shumë festivalet, më shumë preferoj muzikën live dhe edhe projekte që do i sjell do përqendrohen më shumë në brenda live-it. Do jenë live. Po, okej. Në rregull. Atëherë unë falenderoj shumë. Besoj që takojmë së shpejti, ndoshta në projektet e reja të grupit tuaj, po pse jo edhe në finalen e madhe të Grand Prix. Ishte shumë kënaqësi që ju kishim. Nuk kishim mundësi që të kyçnim më tepër artist, sepse di që Dibra ka artist mirëfillt dhe shumë të spikatur. Kështu që tjerë do t'i kemi shpresoj vitet e ardhshme. Ishte kënaqësi dhe të përshëndesim shumë nga studio e televizionit tonë. Shumë faleminderit.
Atër miqtë e mi, ishte kjo biseda e fundit me këngëtarin Lundrim Paçuku, e përmenda edhe më herët, se Dibra e dim që ka shumë artiste, pat edhe nga retrospektivat të cilën e sollëm për ju në pjesën e parë, por shpresojmë që revjale tjera të cilat do t'i realizojmë në vitet e ardhshme, do t'i japim hapësirën e merituar dhe do t'i vlerësojmë ashtu siç ata e meritojnë. Kështu që këtu unë përmbyll këtë edicion dhe këtë shëtitje në qytetin e Dibrës. Nesër do t'ju zbuloj që do të kem nderin dhe kënaqësinë që të prezantoj edhe vendin tim, qytetin tim dashur, do t'jetë Shkupi për shkupianët. Do të kemi disa surpriza, do kemi disa artistë të cilët do t'i rikthejmë pas shumë viteve, një grup shumë të merituar, shumë të vlerësuar nga gjithë ne, por nuk do t'a zbuloj, do t'ju lë të na prisni deri nesër. Do kemi edhe një këngëtare shumë të njohur shkupiane, e cila aktualisht jeton jashtë vendit, kështu që për gjitha këto do takojmë nesër. Unë tani shfrytëzoj rastin që të falenderoj brendin Mango dhe Fashion Group Macedonia, të cilat si çdo ditë tjetër për kujdesen për veshjet e mia. Ju qofshim me shëndet dhe vazhdoni të jeni pozitiv dhe ta shihni me pozitivitet gjithë këtë periudhë, edhe pse mjaft e vështirë. Kështu që mirëmbëjtje dhe vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit 21.